Drita Televizion do t'jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 8 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që ka ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që të ndiqni. Tetë qershor. Ngjarje 632. Profeti Muhammed ndroi jetë në Medinë. 1845. Andrew Jackson, presidenti i shtati SBA-s, ndroi jetë në Nashville, Tennessee, në moshën 78 vjeçare. 1861. Tennessee u shkëput nga Federata Amerikane. 1953. Gjykata Supreme Amerikane mori vendim që restorantet në qarkun e Kolumbias të mos kenë të drejtë të refuzojnë që të shërbejnë njerëzve me ngjyrë. 1968. Autoritetet amerikane raportuan se kishin arrestuar në Londër James Earl Ray, të dyshimtin për vrasjen e liderit për mbrojtjen e të drejtave civile Martin Luther King Jr. Lindje 1625. Lindi Giovanni Domenico Cassini, shkencëtar italian dhe astronom. 1671. Lindi Tommaso Albinoni, kompozitor italian. 1724. Lindi John Smeaton, inxhinier anglez. 1745. Lindi Gaspar Wessel, matematikan danez. 1810. Lindi Robert Schumann, kompozitor gjerman. Vdekje 1492. Vdiq Elizabeth Woodward, mbretëresha angleze. 1845. Vdiq Andrew Jackson, politikan ushtarak amerikan. Festa dhe përvjetore. Dita botërore e kancerit të trurit. Dita ndërkombëtare e oqeaneve. Biografinë e Erika Kremer, e cila ishte një kimiste mjaft e njohur. Ajo ka lindur më 20 maj të vitit 1900 në Munich dhe ka ndëruar jetë më 21 shtator të vitit 1996 në Austri. Ajo lindi në një familje shkencëtarësh dhe profesorësh universiteti. Kur ajo ishte e vogël, babai i saj mori një pozicion të ri në Berlin, kështu që ata duhej të shpërnguleshin. Erika kishte probleme me përshtatjen me sistemin e ri shkollor dhe ajo u diplomua nga shkolla e mesme e Berlinit në vitin 1921. Më pas u regjistrua në Universitetin e Berlinit për të studiuar kimin dhe ishte në gjendje të ndiqte leksione nga Albert Einstein. Ajo publikoi një punim mbi tezën që trajtonte kinetikën e reaksionit hidrogen-klor, vetëm sepse arriti në përfundimin se reaksioni ishte një reaksion zinxhir, i cili ende konsiderohej një koncept shumë i ri në atë kohë. Erika mori bursë në Universitetin e Freiburgut me George Hevesy për të studiuar dekompozimin e alkooleve, duke përdorur katalizator oksidi. Ajo nuk shkoi për një kohë të gjatë dhe u kthye në Berlin për të punuar në Institutin Haber, ku ata hetuan shndrimin e hidrogenit dhe ortohidrogenit në gjendje rrotullimi në para hidrogen. Në vitin 1933, Partia Naziste vjen në pushtet në Gjermani dhe instituti shpërbllohet për shkak të reputacionit të tij nazist. Në vitin 1937, ajo u kthye në Institutin Kaiser për kimi për të bashkëpunuar me Otto Hahn në studimin e gjurmëve të komponimeve radioaktive. Menjëherë pas kësaj, ajo ndryshoi laboratorët për të përqendruar në ndarjen e izotopeve. Në vitin 1938, Universiteti i Berlinit i dha asaj kualifikimin që të çonte në një pozicion mësuesie për një kohë të shkurtër. Në vitin 1940, pasi lufta e dytë botërore filloi, u rekrutuan shkencëtar dhe profesor meshkuj, gjë që bëri që Erika të mund të merrte një pozicion mësimdhënës në
funksionet matematikore dhe instrumentet për kromatografinë e parë të gazit. Në vitin 1945, ajo mundi të kthehej në Universitetin ligjërisht dhe ajo dhe Fritz ishin në gjendje të përfundonin një metodë shumë të re për matje dhe analiza cilësore dhe sasiore në vitin 1947. Erika Kremer u emërua profesoresh dhe drejtore e Institutit të Kimisë në INSAK në vitin 1951. Ai doli në pension në vitin 1971, megjithatë mbeti aktive në kromatografinë e gazit, pothuajse deri në fund të jetës së saj. Tani do të kalojmë në rubrikën e dhe shëndetit. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të vajit të gurit. Vaji i gurit është përdorur nga njerëzit për më shumë se 4000 vjeçar. Fuqia e tij medicinale, efekti rinovues dhe aftësia për të shëruar sëmundjet kanë qenë legjendare për një kohë të gjatë. Ky ilaç natyror ka aftësinë për të shpërndarë tumoret me origjinë të ndryshme. Përgatitjet e vajit të gurit përdoren për të trajtuar formacione benigne dhe sëmundje onkologjike, të cilat janë të ndjeshme ndaj tij. Vaji i gurit ka një efekt të dobishëm në hernjeret kurrizore dhe epilepsi. Ato trajtojnë sëmundjet e syve, përfshirë dhe kataraktin. Vaji i gurit është përdorur me sukses për të trajtuar pankreasin dhe problemet hormonale. Në stomatologji, solucionet e vajit të gurit, në të cilat shtohet glicerin, janë një ilaç natyral për inflamacionin e miqit të dhëmbëve. Vaji i gurit është një adaptogen natyror dhe ka një efekt të përgjithshëm forcues, pasi parandalon plakjen e trupit, rrit aktivitetin mendor dhe fizik, përmirëson efikasitetin. Vaji i gurit përmban natrium, kalcium, kalium, hekur, fosfor, bakër, magnez, zink, krom, silit, selen, mangan. Zbatime në mjeksi. Ai përdoret për sëmundjet e mëlçisë, përfshirë cirozën vibrale, sëmundje gastrointestinale, përfshirë kolitin, gastritin dhe ulcërën peptitike, terapia e djegjes dhe plagëve. Ndalon rritjen e tumorit duke formuar një kapsulë të indetlidës, shkatëron tumorin me kontakt të drejt për drejt. Endokrinologjia, në veçanti sëmundjet e pankreasit. Shkencëtarët të interesuar në mundësinë e futjes së këtij edukimi mineral në mjekësinë popullore kryen një numër punime shkërkimore, të cilat rezultuan në informacione interesante. Vaji i gurit ka aftësinë për të bashkëvepruar me përbërësit me trupin e njeriut në nivelin qelizor. Për shkak të mënyrës së gabuar të jetesës, lëvizshmërisë së ulët, ajrit të ndotur të ambientit, trupi i njeriut është i ndjeshëm ndaj viruseve. Forcimi i mbrojtjes imune është qëllimi kryesor i vajit të gurit. Shurtimet e vajit të gurit tregojnë qartë se substanca përdoret në mënyrë aktive për të përmirësuar proceset metabolike në trup, për të forcuar enët e gjakut, për të optimizuar qarkullimin e gjakut, për të ruajtur sistemin imunitar, për të hequr mpikset e gjakut dhe toksinat dhe për të parandaluar sëmundje të ndryshme në përgjithësi. Vaji i gurit mbështet trupin në luftën kundër infeksioneve, ka efekt baktervrasës, anti-inflamator dhe antitumor. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 8 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me dominim të pjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara malore do të ketë vranësira të lehta kalimtare. Pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm pareshje, domethënse temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01, ndërsa perëndimi rreth orës 20:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 31 gradë Celsius,
Kukës, 15 deri në 28 gradë Celsius. Peshkopi, 14 deri në 28 gradë Celsius. Tiranë, 18 deri në 30 gradë Celsius. Durrës, 19 deri në 29 gradë Celsius. Kavaj, 18 deri në 29 gradë Celsius. Elbasan, 17 deri në 31 gradë Celsius. Berat, 18 deri në 32 gradë Celsius. Korç, 13 deri në 26 gradë Celsius. Vlorë, 20 deri në 29 gradë Celsius. Gjirokastër, 14 deri në 28 gradë Celsius. Sarandë, 19 deri në 29 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 8 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave të pakta kalimtare. Në disa zona gjatë pasdites mund të ketë reshje të dobta dhe afatshkurtra lokale. Paraditja do të ketë intervale me diell në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja mund të sjellë shtim të përkohshëm të vranësirave në disa rajone. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar deri lart rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 13 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 28 gradë Celsius. Prishtinë, 11 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 29 gradë Celsius. Malishev, 13 deri në 29 gradë Celsius. Gjilan, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 28 gradë Celsius. Kaçanik, 11 deri në 27 gradë Celsius. Suharek, 13 deri në 29 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web.drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.